Kush janë punonësit më të dëshiruar? A je edhe ti një ndër ta? Në rregull, ka parajgjykime që punëdhënësit kërkojnë të pamundurin ose kërkojnë vetëm diploma. Për të qenë jurist duhet përfundosh juridikun. Mjek mjekësin, kuzhinier shkollën për kuzhinë, por ka qindra jurist, mjek dhe kuzhinier vetëm në dokumenta. Çfarë i dallon pra? Çfarë kërkojnë realisht punëdhënësit? Më shkurt, dy gjëra shumë të rëndësishme. 92% e menaxherëve të punësimit thonë se diçka që quhet soft skills ose aftësi të buta është po aq e rëndësishme sa njohuritë teknike bazë në një punë. Aftësitë e buta pra janë të nevojshme pavarësisht nëse jeni avokat, mjek apo kuzhinier. Dhe çfarë përfshihet në aftësitë e buta? Sipas menaxherëve, në vendin e parë janë mendimi kritik dhe krijues. Po çfarë do të thotë kjo? Pra, ai avokat që do të gjejë më shpejt informacione, do të analizojë ato më mirë dhe do të krijojë argumente më të fuqishme, ka më shumë mundësi për të fituar në gjykatë. Mjekja, që duke u bazuar në simptomat dhe njohuritë e saj, mund të analizojë më mirë pacientin dhe të zbulojë më shpejt problemin shëndetësor, sepse jo të gjithë pacientët janë të njëjtë, do ta kurojë me efektivitet. Dhe së fundmi, kuzhinieri ynë, që nëse ka më shumë mendime kritike, do të analizojë më mirë cilët përbërës do të përdorë, në cilin sezon, si të krijojë një pjatë të re, si ta përshtat ato për mysafirët e veçantë, që kështu të rrisë fitimin e restorantit. Një aftësi e dytë shumë e rëndësishme është aftësia e komunikimit. Në gjykatë është një avantazh nëse avokati juaj prezanton shkëlqyeshëm, mjeku komunikon më mirë rezultatet e analizës, apo kuzhinieri flet më qartë dhe me precizitet mendimësit që na çon te aftësia tjetër e butë, puna në ekip. Ju mund të jeni Ronaldo ose Messi, por nuk ka fitore nëse nuk jeni një ekip i harmonizuar. Aftësitë organizative do të thotë që mund të organizoni mirë përgatitjen për një çështje, ashtu si një mjek i nivelit të lartë organizon ditën e tij me pacientët, apo si një kuzhinier organizon të gjitha hapat në kohën e caktuar për të përgatitur specialitetin e tij. Maturimi emocional është në fakt një aftësi, sepse nuk dëshironi që avokati juaj i cili atë mëngjes e ka ndarë me të dashurën të stillet në formë histerike në gjykatë ose që kuzhinieri të prish gatimin sepse është i zemëruar. Së fundmi, ndër aftësitë e buta janë dhe gjuhët e huaja. Logjikisht janë të dëshiruara për të gjitha profesionet dhe për të orientuar në botë. Si dhe aftësitë digjitale, puna me kompjuterin, rrjetet sociale, ja për shembull puna me inteligjencën artificiale, siç është përdorimi i ChatGPT-s në punë. Përveç aftësive të buta, ka dhe një tjetër përbërës shumë të rëndësishëm që punëdhënësit e kërkojnë tek ju, mindseti, struktura mendore ose mënyrat e menduarit. Tani, dikush më të thotë, ai ashtu e ka karakterin, ose ashtu është ndërtuar. Megjithatë, edhe kjo mund të ushtrohet edhe të përmirësohet. Le të japim disa shembuj, çfarë do të thotë kesh një mindset ashtu quajtur në rritje ose të zhvilluar, të jesh i saktë ose të jesh i rregullt, do të thotë që nuk të intereson nëse vonohesh në gjykatë, apo nëse je krehur apo i pastër ose jo. Dhe sigurisht që nuk dëshironi që një mjek apo avokat të jenë të papastër. Përpos kësaj, është rëndësishme të jesh proaktiv. Imagjino që avokati yt apo mjeku yt nuk dëshiron të hulumtojë diçka që mund të jetë kyçe për fitoren në gjykatë apo për shërimin tënd. Një karakteristikë shumë e rëndësishme është të jesh dhe i përshtatshëm. Donjëherë do të jetë pak e vështirë. Donjëherë në kompaninë tënde nuk ka para mjaftueshëm. Ka patur përmbyetje, të ka kaluar konkurenca e gjëra të ngjashme, por punëdhënësit duan ata që nuk panikosen dhe nuk i largohen sfidave, por mund të përshtaten shumë shpejt. Një avantazh i madh është për ata që kanë dëshirë të mësojnë, sepse çdo ditë ka mjete të reja për punë. Do jetë receta të reja nga kuzhinieri yt, ose që mjeku yt të di cilat janë ilaçet dhe protokollet e reja në mjekësi. Ja, dhe disa të tjera, punëdhënësi do të vlerësoj nëse keni stile të rëndësishme dhe të shëndetshme jetese. Më pak mungesa në punë, nëse jeni një makinë për ide të reja, ose nëse përhapni energji pozitive, dhe jo nëse jeni toksik. Po kush nuk do ta donte këtë? Por, këtë nuk e kanë të gjithë. Ta përmbledhim. Punëdhënësit duan jo vetëm atë që di të bëj punën, por dhe atë me aftësi të shkëlqyera të buta dhe një mentalitet të zhvilluar. Të dyja mund të mësohen, edhe të zhvillohen. Dhe për këtë, do flasim në episodet e ardhshme të Star.